Një skandal i rënd ushqimor ka tronditër Shqipërinë pasi 15.000 kg mish pule i kontaminuar me salmonel ka përfunduar në treg dhe është konsumuar nga qytetarët shqiptar. Ngjarja ka ekspozuar dështimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit AKU në kontrollin e produkteve të importuara duke rrezikuar seriozisht shëndetin publik. Sasia totale prej 19.000 kg mish pule është importuar nga Brazili më datën 11 mars 2025 nga kompania AMG Food, e njohur ndryshe si Dimal, e cila reklamohet edhe në Big Brother VIP. Sipas rregullave, mishi duhet të qëndronte i bllokuar derisa të dalin rezultatet e analizave, por AKU i dha leje për shpërndarje pa pritur verifikimin. 5 ditë më vonë analizat konfirmuan praninë e salmonelës, por ndërkohë 15.000 kg mishi ishte shitur për konsumatorët. Nga këto, vetëm 4.000 kg u bllokuan. AKU nuk e bëri publik skandalin dhe vënoi njoftimin e konsumatorëve, ndërsa tentoi të tërhiqte produktin nga tregu në mënyrë të fshehtë. Policia ka shpallur në kërkim administratorin Mondi Goxha dhe ka proceduar penalisht vëllain e tij, si dhe 3 inspektor të AKU-s të dyshuar për shpërdorim detyre. Skema e abuzimit ka ngritur dyshime mbi lidhje dhe biznesin dhe institucioneve shtetërore duke vënë në pikpyetje integrimin e procesit të kontrollit ushqimor. Ministria e Bujqësisë dhe AKU ende nuk ka ndër shpjegime të plota mbi rastin, ndërsa konsumatorët mbeten të ekspozuar ndaj rrezikut. Ky skandal tregon edhe një herë mungesën e transparencës dhe përgjegjësim në sigurinë ushqimore, duke bërë urgjente ndërhyrjen e institucioneve për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.